Prizbus. Zëdhënësi i Partisë Demokratike, gazetari i përkohur dhe i paanshëm, por njëkohësisht edhe krijuesi i ideve të jashtëzakonshme të djatha në Shqipëri, Alfred Lela, në televizionin e Sali Berishës, e thotë që justifikimi i gafave që bën Sali Berisha ndodhet ke leximi i 1200 faqeve të programit të Partisë Demokratike. Ai ka lexuar të gjitha dhe nuk është kaq e lehtë të dalësh 3-4 herë në për tubime, mitingje dhe mund të ngatrohesh. Se që ka lidhje kjo me atë gafën për shembull për 1 minutë heshtje, keni parasysh që nëse. Ka dy element interesant që Lela në origjinën e tij të fisme, urbane, qytetare, besoj e keni parasysh. Nuk i ka parasysh. E para. Kur thot ka lexuar 1200, sigurisht ne kuptojmë që programi i Partisë Demokratike ka 1200 faqe. Goxha program. 1200 faqe. E disa janë 1200 faqe? Sa libër është 1200 faqe? Keni parasysh? Sigurisht shumë më madhe se vepra e 19 e Shokut Enver. Ju a garantoj unë. 1200 faqe, po t'i vendosësh me njëra tjetrën, 1200 faqe. Besoj e dini se sa bëhen. Edhe normalisht kështu lutë mend njeriu po t'i lexoj. 1200 faqe program partie është mrekullia vetë. Kjo ishte e para. E dyta, kur thot ka lexuar, domethënë nuk e pas ka përgatitur Sali Berisha programin. Nuk na qenë nga pjesëmarrës ky. Si ka mundësi që mos ta ketë këto shifra, mos t'i ketë propozuar, të kenë kaluar, t'ja kenë vendosur Sali Berishës në program dhe ky mos t'i ketë ditur. Se ka një gjë ti lexosh dhe ka një gjë tjetër që ti të marrësh pjesë. Ti je hartues i këtij programit. Me sa duket nga që lexon shumë, 1200 faqe programe dhe ky Lela shkon në delirin e marrëzisë, me thonë origjinare të tij, dhe harron që bën një gaf tjetër akoma më të madhe. Nuk e nxjerr Berishën pjesëmarrës në hartimin e 1200 faqeve të programit kaq të madh, të trash, të Partisë Demokratike për të dalë në vend dytë me 11 maj. Berisha ngatron 20 herë. A thuash pjesë e programit kjo që e ngatron 11, 14 maj, 12 prill, 17. A thu bën pjesë ke programi, ke 1200 faqet? Duhet bëj pjesë edhe kjo me siguri. Shiko, miqtë e mi edhe ju demokrat, merrni pak me Gereti këtë mohabet. Mos i jepni shumë rëndësi. Berisha do të vazhdojë të bëj gafa sepse sigurisht ka moshën. Nuk e di sa fushata elektorale janë që thot kam fitoren time më madhështore. Besoj se kjo nuk është gaf, kjo nuk vjen nga 1200 faqet. S'ka pse vjen. Ka fushat për fushat që korr fitoren më madhështore. Si me mitingjet, miting për miting është mitingu më i madh i tij. Dhe gjithmonë zakonisht mitingjet kanë ardhur duke u zvogluar deri në 200 vet. Dërsa fitoret kanë ardhur duke bërë humbjet më të mëdha deri në 35%, 30%, 28%. Dhe kjo nuk vjen nga 1200 faqet që na i pas kanë përgatitur të tjerët e Berisha i pas ka lexuar. Ai nuk qenë nga pjesëmarrës. Se sigurisht në disa shifra që janë shumë të rëndësishme, Sali Berisha duhet të jetë pjesëmarrës. Duhet ta apelojnë, ta pyesin Sali Berisha, do ta vëmë këtë 200 euro apo 400 euro. Apo janë shpikjet Sali Berishës aty për aty s'kan bëjnë me faqet, sepse sigurisht kur bën një gaf tillë, ju thua ju biznesit vogël do t'ju hek taksën edhe ata i përgjigjen taksën na ka heqë dirama, ti çfarë ne skemi taksë shtetit. Sali Berisha nuk e dinte. E thot unë do të bëj rrugën, thot Moriqan. Lesh, rruga është edhe tende, çfarë rrugë do të bësh ti? Ti do të fitosh një herë, pastaj do bësh rrugën.
Këto janë marrëzirat e një plaku I cili sigurisht shkon drejt demencës plot, pleqërisë ti, që në vend që qëndroj rehat edhe mos lexoj 1200 faqe program partije, po të lexoj 1200 faqe kuriozitete ose ora ti shkruaj ose ti thot dikujt ti shkruaj në kujtimit e tij 1200 faqe. Mos preokupohet bëj një program për 1200 faqes që jo vetëm që se lexon një faqe kërkush, por edhe kur e dëgjojnë shifrën 1200 faqe thonë kjo që nga program. Dhe zakonisht ka qelluar që sa më tepër faqe të ketë programi, aq më I humbur, I dështuar është ai. Dakord, miqtë e mi. Mos u mërzitin se dhe Lela nuk ka çfarë bën. Në një farë mënyrë ai do justifikohet. Mirë, me sa duket nuk ka kohë dhe e zë gjumi shpejt dhe nuk shefa ëndra të cilat kenë në përmbajtjen e tyre erotikën e rregullimit të justifikimit për shefin e tij I cili është në demencë të plot, si politike ashtu edhe njerëzore. Kalofshi mirë.